Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Jam pranë jush këtë herë me historinë e radhës. Një histori e shkruar në TikTokun tim nga një vajzë e cila rëfen tmerrin e jetës së saj. Dikur një familje shumë e lumtur, por që nga martesa e vllait me nusen e tij, familja u shkatërua krejtësisht. Historia jonë është e mbushur me dhimbje, me plagë që nuk shërohen kurrë, dhe me padrejtësi që na mori njeriu më të shtrenjtë. Jemi 3 fëmijë, 2 djem edhe një vajzë. Baba ynë ndroi jetë shumë herët, në kohë shumë të vështira, kur ne ende kishim nevojë për dorën edhe për përkrahjen e tij. Ai ishte një njeri i drejtë, i dashur, i respektuar nga ne të gjithë. Humbja e tij ishte goditja e parë që ne na theu, por nëna nuk u dorëzua kurrë. Ajo u bë edhe nën, edhe baba për ne. Një grua e fortë, e re atëherë, por që zgjodhi të mos rimartohej, të mos kërkonte lumturinë e saj, sepse jeta e saj tashmë ishte e lidhur me ne, 3 fëmijët e saj, si Floriri. Ajo e mbajti shtëpinë edhe familjen mbi shpinë, me shumë mundë e shumë sakrifica, dhe jetoi vetëm për fëmijët e saj. Vllau im ishte i pari që u martua. Martesa e tij nuk shkoi fare mirë. Edhe pse gruaja e tij e parë ishte një vajzë e mirë, u bën me 2 fëmijë, një djalë edhe një vajzë, por nuk patën fat. U ndan herët, si e cili mori nga një fëmijë. Vllai mori djalin, ndërsa ish gruaja mbajti vajzën. Djali u rit nga nëna ime, si të ishte biri i saj i vërtet. E donte më shumë se vetveten. I thoshte gjithmonë mjalti i mjaltit. Për të ai ishte dhurata që Zoti i kishte lënë pas humbjes së burrit. Pas disa kohësh, vllau njohu një vajzë përmes një gazete. Ajo quhej Paloma. E solli në shtëpi dhe ne si familje e pritëm me shumë dashuri. E pyetëm nëse e dinte që vllau kishte 2 fëmijë nga martesa e parë. Ajo tha, e di, dhe do t'i dua si fëmijët e mi. Në fillim na dukej një premtim i bukur, por nuk vonoi shumë dhe premtimi u shndrua krejtësisht në mangë. Kur hyri në shtëpinë tonë si nuse, filluan vështirësitë. Ajo në asnjë mënyrë nuk e pranonte djalin e vllaut tim, që në këtë rast nëna ime e riti me dritë e me shpirt. E rihte, e ofendonte, i bënte padrejtësi për gjëra të vogla, madje deri edhe për një pjatë ushqimi. Aq e ashpër ishte. Sa herë që ai hante, ajo e mbulonte me një batanie që të mos e shihte. Njerëkë e pamëshirshme. Dhe bashkë me nipin ton, vuante edhe nëna jon. Sepse nuk duronte dot të shihte të vegjelit të dhunuar. Kur Paloma solli në jetë fëmijën e saj të parë, gjërat u përkeqësuan edhe më shumë. Ajo e ndau nënën time nga shtëpia,
e detyroi të jetonte në një dhomë të veçantë, vetëm që ajo të kishte lumturinë e saj me burrin. Dhe nëna, e butë dhe e duruar, pranoi të tërhiqej vetëm që të mos e prishte qetësinë e djalit. Fëmijët e vllait nga martesa e parë u ritën, u martuan, krijuan familjet e tyre, por Njerka asnjëherë nuk lejoi që ai të kishte marrëdhënie të ngrohta me to. Ajo gjithmonë e pengonte. I vinte barierë, madje mbushte shtëpinë me urrejtje ndaj tyre. Vllai im jetonte mes dy zjarresh. Ai punonte pa pushim, në tokë, në bagëti, me pula, me vezë, shiste fruta, vetëm për të mbajtur shtëpinë. Por paratë nuk i shihte kurrë në asnjë mënyrë, sepse gjithçka i ambante gruaja. Ai nuk kishte lek as për një kafe. Debatet ishin të fshehta edhe tepër të shpeshta, por ai e donte, përpiqej të mos ja prishte qejfin gruas së tij. Ajo nga ana tjetër nuk kënaqej kurrë. Filloi që ta denonconte shpesh edhe në polici. Thuaj se 2-3 herë në vit, ajo merrte urdhër mbrojtje, duke u paraqitur si një grua e dhunuar. Edhe pse, e vërteta ishte krejtësisht ndryshe. Përfitonte ekonomikisht nga kjo situatë, ndërsa vllau im bluante dhimbjen brenda vetes. Jo vetëm kaq, por ajo filloi të vinte edhe fëmijët kundër tij. E fyenin, madje edhe e rihnin. Shëndeti i tij nisi të përkeqësohej. Kishte nevojë për operacion, por ajo e mbante me mashtrime e i thoshte do të çoj nesër, pas nesër. Dhe kur ai shkoi, por ai nuk shkoi kurrë, sepse ishte i vetëm. Njerëzit që e donin, ajo i kishte larguar krejtësisht dhe frika e konflikteve. Ne motra dhe vëllezërit nuk guxonim të afroheshim shumë, sepse nuk donim të ishim shkak për më shumë shere, e megjithatë na merrte malli pafund. Situata degradoi edhe më shumë. Ajo e bindi djalin që të bënte denoncim, sikurse vllai donte t'i vriste me thik. Ai u arrestua, por policia e la të lirë, që për mua në fakt është e çuditshme. Nëse akuzat do të ishin të vërteta, si mund të dilte kaq shpejt? E gjitha kjo dukej si një lojë e shëmtuar. Ai kishte shfaqur shenja të thella stresi dhe depresioni. Madje kishte tentuar një herë të helmonte vete, por fatmirësisht vllai tjetër e kishte shpëtuar duke e çuar në spital. Por herën e fundit fatkeqësisht nuk pati më kush ta shpëtonte. Ai e helmoi veten edhe ndroi jetë. Ajo ditë na vrau për së gjalli. Nëna jon humbi jo vetëm djalin, por edhe zemrën edhe shpirtin bashkë me të. Nuk është më e njëjta, ne motra dhe vëllezër kemi mbetur me një plagë që nuk shërohet kurrë. Dhe ajo grua që e çoi drejt humbjes, sot sillet sikur feston, qesh, dëgjon muzikë, bën sikur nuk i ka ndodhur gjë, ndërsa në rrjetet sociale bën viktimën, poston si e lënduara sikur do t'jepte jetën për të. Hipokrizi. Në fakt ata ishin deri në gjykat për t'u ndarë, por nuk u bë kurrë. Ai kishte frikë se ajo do t'i merrte shtëpinë, dhe kështu duke duruar, duke u përpjekur, duke mos dashur t'u mbas gjithçka, i humbi veten.
Ky është mesazhi im për të gjitha ata. Nëse nuk e doni njëri tjetrin, ndauni. Mos e shkatroni jetën e fëmijëve, mos i ktheni kundër njëri tjetrit prej prindërve. Fëmia nuk është armë, nuk është mjet për të fituar, dhe shteti duhet të jetë më i kujdesshëm. Jo çdo grua që merr urdhër mbrojtje është realisht viktim. Ka gra që e përdorin këtë për përfitim dhe për interesat e tyre, duke shkatruar jetën e burrave që ndoshta janë viktima të heshtura. Unë jam motër, jam nën, jam grua. Dhe e di çfarë do të thotë dhimbja, padrejtësia. E di çfarë do të thotë të humbësh një pjesë të shpirtit, ndaj e them me gjithë zemër, ikni nga aty ku nuk ndjeni mirë. Një njeri që të don nuk të lëndon. Nuk ka nevojë për policie për urdhëra mbrojtje. Një njeri që të do, thjesht të do.